Tek importi janë produktet minerale e kryesisht në këtë pjesë bëjnë pjesë me një sasi dominuese lëndë djegëse, derivatet që i përdorim për qëllime të ndryshme, mandej janë mjetet e transportit si produktet të gatshme, makineri, pajisjet mekanike, ngeza dhe çeliku, plastika dhe produktet të tyre. Sa i përket importit, do mënë këto janë top 5 produktet që importohen në vendin tonë për nga vlera, ndërsa sa i përket eksportit, Kosova në pjesën ndërmuese të produkteve që mbizotrojnë metalet bazë dhe artikujt me metale bazë, plastika dhe artikujt prej tyre, ushqimet e përgatitura, pijet, alkooli dhe toni, artikuj ndryshëm të prodhuar si qenë mobiljet, si dhe produktet minerale, nxehet në përgjithësi.